Gjatë një prej emisioneve të fundit të emisionit i njohur Goca dhe Gra në Top Channel, situata u nxjerrë në mënyrë të këndshme kur Armina Mevlani u ftua të komentonte veshjet e disa prej vajzave më të njohura të ekranit shqiptar. Mes fotove që ju shfaqen, njëra prej tyre ishte e Sara Hoxhës, e njohur gjithashtu për lidhjen e saj me Erik Fullanin, djalin e ish guvernatorit të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, fillimisht fokusi ishte te stili i Sarës, që shpesh komentohet si elegant dhe modern. Vëmendja e panelit shpejt u zhvendos drejt thashë temave që qarkullojnë prej kohësh në media për raportin e saj me Erikun. Në këtë pikë moderatorja dhe njëkohësisht aktoria e njohur Rudina Dembacaj nuk nguroi të ndërhyrente në një pyetje direkte drejtuar Arminas. "Ki që je shoqe me Sarën, e di çfarë po ndodh vërtet mes tyre?" E kapur pak në befasi, Armina reagoi me një buzëqeshje të këndshme dhe u tregua e matur në përgjigjen e saj, duke shmangur një pohim të drejtë për drejtë. Megjithatë, ajo nuk mohoi se kishte një interes personal për të kuptuar më shumë, duke treguar një bisedë të shkurtër që kishte pasur me Sarën. "Unë Sarën e kam shoqe, por jo shoqe të ngushtë që ti dim të gjitha gjërat intime." Megjithatë, isha kurioze dhe e pyeta, i thash, "Është e vërtet?" Ajo më tha, "Mos u merr me mediat." Rretheu Armina ndërsa shoqëroi fjalët me një buzëqeshje domethënëse që u interpretua në studio si një konfirmim i tërthort. Publiku dhe ndjekësit në rrjetet sociale nisën menjëherë të spekulojnë mbi këtë deklaratë. Për shumë kënd, përgjigjja e Sarës, "Mos u merr me mediat", duket si një mënyrë për të shmangur ose mbuluar realitetin, por për të tjerët mund të jetë një thirrje për privatësi dhe respekt ndaj jetës personale, pavarësisht mungesës së një deklarate zyrtare nga vetë Sara Hoxha apo Eriku. Komentet e Arminës kanë ushqyer më tej kuriozitetin e publikut, ndërkohë emisioni Goca dhe Gra vazhdon të jetë një platformë ku çështjet personale të figurave publike shpesh vijnë të ndërthurura mes modës dhe jetës private, duke krijuar diskutime të thella dhe shpesh herë edhe të zjarrta.